Në shumë vende rruga magjistrale Kërçov-Ohër është e dëmtuar. Janë krijuar gropa, ka disbalans të nivelit të asfaltit e defekte të tjera. Në gjendje më të keqe janë 3 urat në këtë magjistrale. Vrimat, edhe pse mbushen me asfalt, hapen sërish. Kjo vrim që po e shihni është hapur në mes të magjistrales, e ngushtë por e thellë dhe në të depërton çdo gjë. Duke pritur përfundimin e autostradës Kërçov-Ohër, si duket askush nuk mban llogari dhe përgjegjësi për magjistralen Kërçov-Ohër, e cila është ekzistente dhe tejet e lëvizshme. Në këtë rruga është shkatëruar të rrezikshme. Janë 3 urat në afërsitë e Kërçovës, pikërisht në fshatin Mallkoec, ura këto të cilat kanë plasaritur në të dyja anët. Edhe pse disa janë rikonstruuar asfalt mbi asfalt, ato sërish hapen dhe krijojnë vrima të mëdha të cilat duken deri poshtë. Këto janë të rrezikshme, sidomos për automjete të rënda. Për këtë situatë kemi kërkuar qendrim nga ndërmarrja publike rrugët shtetërore, por as për këtë rast e as për rrugën Kërçov-Dibër nuk morën përgjigje. Jemi munduar të marrim përgjigje në telefon edhe nga drejtori i ndërmarrjes Koce Trajanovski, por pa sukses. Vitet e fundit magjistralja është dëmtuar shumë, si pasojë mjeteve të rënda që kalojnë për punimet intenzive në autostradën Kërçov-Ohër.